fasadit me sistem të vjetër, vetëm tallet po mungojnë. Tallet zakonisht i ushtrojshim lopëve ku e qitrim me hangër, i qitrim shkaku i urit. Ja krijonin një lartësi më të madhe. Lehu, dheju që s'qet bari shumë, dheju i mirë zakonisht mirëshin ledina lartë. Kur boka pranvera u mbushin rrezet me traktora që mirëshin dhej për mi mbjallë rrethadet. Kjo rafshohet pastaj. To bëhen vetë nga bujqit me dru. Kështu i kemi bë. 2 le, edhe ka pas edhe të vogla. Që rezultati, tash këtu hudhet fara edhe mbulohet me mbetje të rrushit. Më thënë finali janë mbetje të rrushit, kur mbulohet edhe mbin pastaj. Që kjo vetëm është gjallë. Shumë farën. Damen të shkëndi. Në lorë. Në kjo është makinë, me si në qepë në mjallë. Muin mars, më thonë sot 7 mars, është nata a zjarëve. Prekas fillon, pa edhe shumë vende tjera. Këtu është kompleksi memorial i fshatit, kjo është muzeu, ku ka artefakte të luftës. Na keme 26 mars përjetojnë Krush. Tash fillon gjelbrohet gjithçka. Këndej lartësia mbititore është 340 metra apo 20 metra. Bjeshtë e pashtrikët jënë atje, por Shqipëria e ka klimën ende më të nxehtë. Pjesa lartë andej Prishtina andej është klima më ftoftë. Bjeshkët e sharit ende kanë borë. Por edhe bjeshtë e pashtrikët lartë atje. Këtu jemi në fshat, poshtë. Dash edhe pak në brenda ndjelli. Këtu është shkolla fillore Bajram Curri. Në atë pjesën andej është muzeumi i shtëpisë. Shtëpia Muzej Bajram Curri. Po e bukur këtu fusha sportit. Këtu në qender ndodhet fotografia u Kushin Hotit, që dihet që e në vendlindjen e tij. Gjurmë të luftës ende shen Krushe. Kjo shtëpi domethënë është ende e luftës, që veç po gjashit kanë mbetur. Ta incizojmë pak se edhe kjo prishet diku e rregullohet tjetër se 90% e fshatit ka qenë i shkatruar i djegur gjatë luftës. Krusha ka qenë nga bazat e UÇK-s e logjistikës ku ka prit e ka përcjell me mija ushtar. Edhe ka furnizuar retin atje me ushqim, me bukë, çdo ditë bukë Krushe e marr. Me bukë, me veshmbathje, me gjitha tjerat. 3 brigadat kanë vepruar. Është fshati i madh, ka qenë vend i pasur. Tash kanë emigruar pak kemi mbet.